Lengji Ristovska dha dorëheqje nga funksioni i prokurores vetëm disa ditë pasi Këshilli i Prokurorëve Publik nuk i dha mbështetje për ankesën e saj lidhur me sulmin ndaj integritetit të saj. Menjëherë pas kësaj, prokurori i ri i shtetit Nenad Savevski hoqi kompetencat për 2 raste talir që ishin në fazën përfundimtare dhe lidhen me pronën dhe financimin e VMRO-DPMN-s. Në fjalimin e saj në rrjetet sociale, Ristovska theksoi se gjatë viteve të shkuara kishte vuajtur presione për këto raste, por nuk mund të pajtohet me vendimet e fundit. Mendoj se këto vendime do psojnë seriozisht pozicionin e prokurorisë dhe sjellin rreziqe konkrete për rezultatet e çështjeve që targetojnë korrupsionin e lartë dhe krimin. Këto procedura janë në kundërshtim të drejt për drejt me vizionin për të cilin angazhohem, që është një prokurori që vepron jashtë ndikimeve politike, mbron profesionistët e saj dhe mbështet interesin publik në mënyrë të drejtë dhe pa përzgjedhje, pasi nuk shoh hapësirë për punë, as në të ardhmen si të mund të veproja në përputhje me parimet e mia, kam dhënë dorëheqje nga funksioni i prokurores së shtetit. Prokurori i ri i shtetit Nenad Savevski pas marrjes së detyrës u atërhoqi autorizimet prokurorëve. Në një brifing me gazetarët kur u pyet nëse me këtë veprim synonte t'ja hiqte rastet Talir 1 dhe 2, Lengji Ristovskis për të cilën pati reagime edhe nga VMRO-DPMN, ai tha se vendimi i tij nuk është personal, por për të vendosur rend. Savevski sot tha se ka keqardhje për vendimin e Ristovskis për të cilën e informoi personalisht ajo përmes një SMS porosie. Prokuroria mbetet pa një prokurore nga e cila prisja që me përvojën e saj të çmuar shumëvjeçare do të kontribonte në forcimin e kapaciteteve të institucionit, veçanërisht me pozicionin e saj si prokurore lidhse me eurodrejtësi. Vendimi për të tërhequr të gjitha autorizimet e dhëna nga paraardhësit e mi nuk është personal dhe në asnjë mënyrë nuk synon punën e prokurores Ristovska. Ristovska ishte pjesë e prokurorisë speciale publike, pastaj kaloi në prokurorinë themelore të Shkupit, por mbeti të udhëhiqte 2 raste talir. Ajo gjithashtu aplikoi për pozicionin e prokurorës së shtetit, por Mickovski deklaroi se refuzon kandidaturën e saj para se ajo të shqyrtohej nga qeveria.